Të gjithëve të nderuar shikues, do të shkojmë live në këto momente me zotin Berisha. Qëndrimet, mos pajtimet e Bashkimit Evropian me Beogradin e Vučićit. Për më tepër, Aleksandar Vučić akuzohet si një nga organizatorët e safarit të Sarajevës, që ka organizuar gjahun e njerëzve në Sarajev. Një mashtrues i pa skrupull që betoi se s'ka patur automatik në dorë në një kohë kur videot e tij në YouTube me automatik që në atë kohë duke pritur Sheshelin e tjerë janë tashmë botërisht të njohura. Dhe ky në këto momente investohet me detyrim tek Vučić për t'i thënë se nuk je vetëm se jam dhe unë me ty. Po ky kryesisht për qëllime të veta, për qëllime se nuk don kurse si të ulet, të hetohet, të ulet të bangun e akuzës. Pra, kemi të bëjmë me veprime in extremis të një njeriu që i mbështetur me shpatula pas murit nga 10 dosje, fakte, vetë dhe familjarisht. Tani gjën zgjidhje në Beograd. Tani propozon nuk na duhet Europa, por Ballkani i hapur. Dhe me qenë se Ballkani i hapur ishte tregti e hapur me Serbinë, pa asnjë lloj kriteri, tani na jepni edhe ju tregtinë, është formale kjo, sepse nuk mund t'japi kurrë, se Ballkani i hapur, ne kuptoni hapur me Serbinë, e cila ka traktate me ish Republikat Sovjetike. Ndaj dhe prodhimet në Shqipëri, përveç prodhimeve të veta, prodhimet në Shqipëri të gjitha bien për shkak të importeve që bën Serbia nga Republikat ish sovjetike. Akt tjetër i tradhtisë kombëtare kjo. Akti më i lartë pas tradhtisë që i ka bërë Kosovës është ky, sepse është investuar 33 vite në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe nuk ka qenë kjo një përpjekje e gabuar, jo. Kjo ka qenë përpjekja më fisnike, investimi më i drejtë që kanë bërë shqiptarët. Shqipëria, më shumë se çdo vend tjetër, duhet ta pranojë, e ka patur dhe ka jetik procesin e integrimit. Ke i patur një të shkur të mërësisht të dhimbshme. 500 vjet në prendorin osmane, pastaj në diktaturën staliniste, orwelliane. Pra, de facto, në qoftë se ka patur një pjesë territori gjeografik të Europës të shkëputur nga Europa, për shekuj ka qenë Shqipëria. Nuk mund ta mohojmë këtë ne. Çka do të thotë që është interes jetik për vendin të mbyll procesin e integrimit. Të mbyll mbi bazë merite. Dhe çfarë merite? Merit zbatimit të ligjeve, kushtetutës dhe standardeve, kritereve europiane për qytetarët shqiptarë. Pra, hyn në një stad të ri, hyn në një fazë të re, veprimi kundër shqiptarëve
i regjimit të Edi Ramës. Jo vetëm vetën e nxjerr mbi ligjin, por tani devion dhe orientimin kryesor 32 vjeçar, 33 vjeçar të shqiptarëve drejt Europës. Dhe bën këtë pa pyetur asnjëri, pa pyetur asnjë institucion, sepse ndjehet patron siç është i të gjithë infrastrukturës së narkoshtetit. Kjo dëshmon se jemi në një kohë shumë të vështirë, në një kohë kritike për vendin. Por jemi edhe më të vendosur se kurrë që qytetarë shqiptarë t'i dalin zot vetes dhe të marrin fatet e tyre në dorë. Ftoj çdo qytetar të përmbush detyrimin e tij ndaj vetes, ndaj dignitetit të tij, personalitetit të tij. Nuk mund të pranoj kur një njeri qytetëror, njeri i përgjegjshëm, të qeveriset nga një padrino që asgjëson drejtësinë, që e vjedh dhe pastaj i thot vjedhja nuk është krim. Është për qytetarin, por jo për qeveritarin, jo për shtetarin. Qytetarët u bë thirrje ndërgjegjes tyre. Kjo është një betejë për ndërgjegjen e njeriu. Nuk ka ndodhur kurrë. Asnjë pushtues nuk i ka lejuar vetes të bëjë një ligj të tillë. Të shkel çdo normë. Dhe tani nxorim burojnë e Beogradit përpara. Tani na thot se s'na duhet Brukseli, por na duhet Beogradi. Tani rikthehet në skenart haptas anti-shqiptar. Nuk ka kom në botë që do të duronte njëri si ky. Kur?